ata janë racë evropiane, këta janë racë skandinave. Mund më konsumu edhe mishi ka prëllit, këto. Batlava Premium Resort, kjo është, i ka për momentin 20 villa, në posedim, që mujnë janë të shfrytzueshme për musafir. Është edhe restorane në alt, kim musafir, janë të mirë se ardhën, kalojnë mirë, kushtet i kanë jashtëzakonisht mira. Villat janë diçka fenomenal, janë mobilume mbrana, si mon nga asgjë me ka kretë. Çka lypet, pej lugëve të çajt që thujmë na Kosovarët, pej lugë të çajt me friza frigorifera, me ka kretë i kanë kushtet. Ideja e fermës tonë punoj që 4 vite për 5 vite. Edhe kështu i kam edhe familjar, që njihem mamati, kështu jem familjar të lidhën. Unë i marrë edhe me sport, po kanë edhe këta Lala, a i ka qenë edhe një ndër më të partme edhe me kështu në gjyëtije, është gjyëtarë edhe unë mirëna me sport edhe ka lind ideja se këtu është natyra vetë, e ka kriju Zoti këtë natyrë, është shumë e bukur edhe, e bojna edhe këto e bojna. Edhe i kana bo kopshtin, edhe me mirë kopshtin, edhe ata kam pas qef, kështu që e kam pas të udhës, që është një ide e mirë, ndoshta tarmen do të nëse ka të interesua mund më konsumu edhe mishi ka prëllit, këto. Se është mish i shtrejt, mish është po, dhe më thonë, kur të bohan kushtet që të kalojnë një fazë, trit nuk dëmtohen për shembull, po, këta edhe që janë të mira këtë janë që përdoren gjithku në Evropë. Përdoret mishi tyne, po, se këta do më thonë janë, e kalen një moshë edhe ai mo veç, i vjen rradha dhe atina, sikur qingjit, sikur viqit, sikur qashtu. Edhe këta janë parat, do më thonë është mish jashtëzakonisht i mirë. Pyllën ku është kopshtin, për ta duhet me bërë me rrethoja të mira, për me mbrojt për shtazëve të tjera, zakonisht për ojqeve, me siguru, që mos me mujt me depërtu ku janë këta, se ujku është i rrezikshëm për këtu edhe nuk o vështirë me majtë se nuk dojnë shumë këta, do më thonë janë ambient hapun gjithë natyrë, konsumojnë barin, gjethet, do më thonë, drithna ju qesëm rregullisht. Jenë më të letë se tjerë, se fermerët që merren me, për shembull me ferma të lopëve, deleve, të dhive, kjo është shumë me letë kjo. A dënë investim, me siguru terrenin dënë investim se, do më thonë janë në ambient hapur, në gjithë në natyrë. E para ta nuk ndodhë jenë natyrë, të këta nuk ndodhë kur njëherë më të musmurë, absolutisht, ka pas rast që, ja, se janë ajri, është ambienti. Aja atje, që dy më të vogjlit që jenë, ata janë racë evropiane, këta janë racë skandinave, këta të mëdhejt, do më thonë këtu për momentin i kemë 2 raca. Kjo është briri i drenit, i cili para 5 dite e ka ndrojnë brirat, që ku shifet poshtë ka që qenë, që ju kanë batu rumullakët në forum topit, në kokë, në mes atë, edhe i ka ra edhe tjetërit, do më thonë, i ndrojnë gjda sezon i ndrojnë këta. Edhe tani e bon ka një degzim vjen të i rritë matë mëdhej, se cilën herë, gjdo vetë këj bririn e ka matë madhë. Ka pa gradualisht, po gjdo kohë i ndrojnë, mes tinë. Se të avytet për në vera, këta i ndrojnë. Edhe ata që kanë betë, edhe ata i ndrojnë. Do më thonë që kështu, edhe kur të fillon briri tjetër, si kur bima, kur del për i toke, aj del në forum të kivit, si kivi i doket. Tëni, ndërkohë, janë njësa i më forcu me raje pjesa. Kështu edhe më ju bo ashtë, kështu me formu e me marrë këtë formin që jetë ashtë. Edhe këta bile, kështu janë të mësuhum, a vytën da vinë shumë afer, nëse jep diçka të ndonjë keks apo ushqim ki ndorë, aja vytët edhe merë ndorë. Ka shumë i shetë që i bojnë fotot edhe qesën e në për Facebook, me të ju jepe, ushqim se janë turtë, ndëgjushëm, janë mësu këta. Të knaqën jem, dhe ma me kushte, cilat na i kanë afru, na jem të knaqën, kaloj mirë, por gjithashtu edhe musafir të kalojnë, janë shumë të knaqën, zakonisht vinë me ka që vinë ta gjatë pëshime dhe ka një muje bojnë rezervimin, vjen pej përëndimi, edhe në mëngjes e mshelë vila, në del knaqët shetit në për Kosovë, në bromja thotë qëtësi këto vjen me pëshu. Kështu që është mirë kalojmë, edhe nësi punëtorë dhe stafi punëtorëve kalën jashtëzakonisht mirë. Do më thonë edhe jenë familje madhe, këta jenë familje madhe, 9 vëllezër janë, edhe
se cili prej tyne janë një. Zakonisht janë tralla. Tralla janë, po ka filluar shpresoj nashta në kohën tarmen do të ketë ma shumë, sekund perëndim. Edhe nashta ma shumë kemi edhe shtohen edhe në pyjet tona. Nashta kemi raste me dalë me kamerë, me xhirua, me i pa edhe në natyrë, këtë natyrë të hapë në kështu, do më thonë jashtë rrethojave. Nëse jemi na pak ma të kujdesshëm me i rujt, ata sigurisht që do të kena edhe ma shumë.